Ka një javë që autoritetet kosovare kanë nisur punën në zonat malore në veri të Kosovës. Kjo me që në 2 lokacione u identifikuan mbetjet mortore që i përkasin shqiptarëve të vrarë në luftën e fundit. E në këto 2 fshatra, Kalludër e Vogël dhe Jabuk ndodhen në thellësi të Zopim Potokut. Për këtë gisht në fshihin e këtyre trupave, sipas Këshillit Koordinues të shoqatave të familjarëve të personave të zhdukur, ka vetë shteti serb. Dëshmi për këtë, sipas Ahmet Graqevcit, janë deklaratat e fundit të numri 2 në qeverinë e Serbisë. Nëse ne i ndëgjojmë që gjithëherë deklaratat e Serbëve, udhëheqësisë serbe të Ivica Dačićit, për shembull kur kërcënon se gjë, ne nuk jemi në zor prej shqiptarëve, prej kroatëve, prej bosnjakëve, prej turqëve, po jemi në zor prej serbëve tanë që i tregojnë varrezat masive. Do thotë një shtet i cili nuk e ka vullnetin ta gjenë edhe të vdekurin, ai shtet nuk mund të ecë përpara. Graqevci thotë se veriu i Kosovës, për gati 3 dekada, mund të ketë shërbyer si vend për fshehjen edhe të varresave të tjera masive. Unë dyshoj edhe për 2 vende tjera. Besoj, po emri nuk e di se si t'janë gjë, se vetëm kështu nga foma që e kom pa në vend është plot dyshime. Po plot dyshime është. Ndoshta ata urdhën që e kanë vënë për me iqu për Brevenik, ndoshta janë diku në brendësi të veriut. E ngjarjet e fundit në Serbi, sipas Fondit për të drejtat humanitare, tregojnë hesitimin e shtetit serb për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me forë gjatë luftës. Është e qartë që në Serbia është duke hezituar mi dhënë informatat mbi varrezat, lokacione e varrezave masive. Një ndër provat më këmbgulse është fakti që para 2-3 ditëve e kanë arrestuar duke akuzuar për shpionazh personin i cili si duket ka dhënë informacionet mbi këto varreza. Për veprimet e fundit të shtetit serb dhe mos bashkëpunimin për zbulimin e varrezave masive, TVN ka pyetur edhe në Bashkimin Evropian. Nga BE nuk i kanë komentuar këtë çështje. Por në përgjigjen e tyre, u tha se ekspertët e Euleksit po marrin pjesë aktivisht në operacionin e zhvarrimit. Ndërsa sipas BE-s, ndihmë për zbardhjen e fatit të personave që ende rezultojnë të zhdukur, mbetet një element shumë i rëndësishëm i dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Komisioni i Përbashkët për persona të zhdukur i themeluar në bazë të deklaratës së vitit 2023 dhe i kryesuar nga përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë ekziston për të mbikëqyrur zbatimin e kësaj deklarate, për të ndihmuar në sqarimin e fatit të personave që ende figurojnë të zhdukur dhe për të ofruar familjeve dhe të afërmeve të tyre qartësi dhe mbyllje të kësaj çështje. Ndryshe, plani për fshihjen e krimit doli nga një mbledhje e kabinetit të ish-presidentit serb Slobodan Milošević. Kjo u zbulua nga dorëshkrimi me moton "Nuk ka Kofoma, nuk ka krem" të ish-zëvendësministrit të punëve të brendshme të Serbisë, Obraz Stevanović.